Pikërisht një muaj më parë, Ministri i Sistemit Politik dhe zëvendës kryeministri i parë Artan Grubi njoftoi se ta shtuquajturit punonjësit e marrëveshjes kornisë të Ohrit më në fund do të fillojnë të punojnë. Bëhet fjalë për 1349 punonjës administrativ në Ministrinë për Sistem Politik, të cilët nuk shkonin në punë pasi që nuk ishin ku, ndërkohë merrnin rrogë shtetërore. Јас сум убеден дека до крајот на следната недела ќе завршиме со актите за упатување и дека луѓето ќе започнат со работа веќе до крајот на јануари. Edhe me të vërtet, grupi shpërndau aktet e udhëzimit administratorëve në institucione të tjera, në përputhje me një plan qeveritar të dakorduar më parë. Por a filluan të punojnë me të vërtet pas transferimit. Drejtoria e Librave Am është një organ brenda Ministrisë së Drejtësisë. Sipas buxhetit për vitin 2021, në këtë institucion punojnë 501 persona. Me transferimin e punonjësve nga Ministria e Sistemit Politik, kësaj drejtorie ju shluan edhe 38 punëtorë të rinj, që është një rritje e fuqisë punëtore me rreth 7.5%. Por ndryshe nga njoftimet, ata ende nuk kanë filluar punën. Заради потребите на нивото применување во правата, а бидејќи тие места за кои што тие доаѓаат се веќе пополнати од наши сегашни вработени, се прави дополнување на систематизацијата, се отвараат нови работни места, како што впрочем тоа се случува во секоја институција и токму поради тоа, значи како што кажав на почетокот, ние го пративме актот на систематизација во Министерството за информатичко општество. Kështu derisa të marrin sistematizimin e provuar, drejtoria nuk mund të nënshkruajë kontrata me stafin e ri dhe ata të fillojnë të punojnë. Pyetëm edhe në institucione të tjera, por e njëjta përgjigje erdhi nga kudo. Stafi i ri nuk punon. Постапката за измена на систематизацијата во Агенцијата за катастар е завршена и предадена на одобрување во Министерството за информатичко општество и администрација. Процесот е започнат со тоа што вработените првично ќе треба да ги потпишат новите договори за трансфер во рамки на Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците. По завршената постапка во рамки на институциите кај кои се распределуваат вработените, ќе бидат спроведени соодветни постапки, безбедносни и здравствени проверки, како и обуки за секој нововработен, за да можат соодветно да ја извршуваат својата работна задача. Nga institucionet që u drejtuan vetë Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë të Ujrave, na tha se nuk kanë probleme me sistemimin që personeli i ri të fillojë të punojë. Kjo nuk do të thotë që ata kanë filluar punën. Fatmirësisht Ministria e Bujqësisë ka njësitë rajonale në të gjitha qytetet dhe besoj që edhe pse në disa rajone mund të ketë të kalim të numrit i cili është i nevojshëm dhe duhet sigurohen edhe hapësirat shtesë, siç janë në disa komuna më të mëdha, mirë po ne si ministri e kemi në plan brenda këtij vitit hapim edhe disa njësi tjera rajonale në komunat rurale, sidomos ato që janë me mbi 15.000 banorë, që duhet patjetër se janë edhe komuna që merren me bujqësi dhe tangojnë sektorin e bujqësisë dhe besoj që në kuadër të kësaj edhe lëvizja më e afërt e këtyre njerëzve brenda vendbanimeve të tyre do arrijë që të përmbyllet me sukses. Sipas njoftimeve, institucionet në të cilat u transferua stafi nga Ministria e Sistemit Politik kishin 30 ditë kohë për të bërë sistematizime të reja, nga momenti miratimit të programit të transferimit. Ministria e Shoqërisë së Informatikës kishte 7 ditë kohë për të aprovuar sistematizimet e reja. Kjo u shpjegua nga Artan Grubi kur njoftoi transferimin. Megjithse më vonë, ai tha se administratorët e transferuar do të fillojnë të punojnë deri në fund të janarit. Ne pyetëm Ministrinë e Shoqërisë së Informatikës pse njerëzit nuk shkojnë në punë, edhe pse kanë kaluar 30 plus 7 ditë. Nga Departamenti i Jeton Shaqirit morëm këtë përgjigje. Најголем дел од институциите кои требаше да достават измени и дополнување на систематизациите ги имаат доставено и за истите имаат добиено одговор од Министерството за информатичко општество и администрација. Процесот се одвива нормално и без задоцнувања. Lidhur me faktin se persona që morën transferimin nuk kanë filluar ende me punë, megjithse të gjithë të përfshirë në proces thonë se e kanë bërë punën e tyre, ne u përpoqëm të merrnin një mendim nga zëvendës kryeministri i parë Artan Grubi. Por ne nuk morëm një përgjigje. Nga institucionet që ju drejtuam, vetëm Drejtoria e Doganave deklaroi se personeli i ri do të fillojë të punojë, edhe atë nga sot. Постапката за преземање на административни службеници од Министерството за политички систем во Царинска управа е завршена. Тие ќе почнат со работа од 1 март 2021 година. Punonjësit e tjerë të Ministrisë së Sistemit Politik do të presin edhe pak.